إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن أصدق الكتاب كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم بعد Jemi te kapitulli 16 prej çkafit përfiton I vdekuri. Kemi mritë pika e 4 edhe thot ma yaf'aluhu al-waladu as-salihu min al-a'mali as-salihati fa inna li walidayhi mithla ajri. Çfarë do vepre të mirë që bën fëmiu I mirë, tash kur themi fëmijë mos ta ludojmë fëmijë vogël, po edhe burri, edhe me kohë 100 vjeçar, ai është djali dikujna. I shkojnë prindve sasia e njëjtë e shpërblimeve, pa ju pak kështu kuptohet djalit. Tu bazum në hadithin in qata amal ibn Adam idha mat illa min thalathin. Ndërpriten veprat e birit Ademit kur vdes me përjashtim të 3 personave. 3 persona, 3 grupet njerëzve. Sadakatun jarije, lëmosh rrjedhse, nëse njeriu do të vinë edhe këtu pika, mos zanuna më tepër. Njeriu ka investu tërësisht ose pjesërisht, ka qenë pjesëmarrës. Diçka që është në dobi të shoqërisë. Xhamia, shkolla, spitali, rruga, qeshme ose ujësjellsi. Edhe kur vdes, derisa njerëzit e shfrytëzojnë, përfitojnë prej asaj lëmoshe rrjedhse, I shkojnë sevapet I shkruan atina edhe pse ka vdek. E dyta, ilmu nafi yuntafa bih, dituri ilm I dobishëm njerëzit përfitojnë. Kjo logjikisht vlen vetëm për dije fetaret islame, jo për shkencat tjera. Se thjesht mundet do të vjen pika, mundet njeriu është jo besimtar, e njerëzit përfitojnë bon të mira për njerëzit, mirë po ato veprat atina humbën, hi e pluhur bohën ditën e gjykimit. Qysh po pret shpërblim prej dikujna cilin ti pe mohon. S'ka logjik. Ai ka meritu. Qysh ka meritu? Po e mohon. Thu se e ka një farë qash ignoranta jon, shumë interesante, na shumë ignoranta jon. Mendojnë se është një farë parajsja, thënë gjeneti. Kush ka kriju ato? Si Allah mos më pas qasjen ato, është ajo, që s'po di që bot kuptime e kanë pa logjik shumë. E mira gjithkujna, ajo e kush e ka kriju ato? Rrin aty, parajse, rrin aty, edhe ata të kush bon mirë, pa marrë parasysh a beson nuk beson, hin aty. Pse nuk ka mundësi, ke levasha, zor me fol, nuk ka mundësi Allah me inale ata mos mi aty. Çfarë bot kuptimi? Po s'ka ashtu gjennet, nuk ka ashtu qysh po mendojnë. Qysh jau zbukuron, jau I eshon shejtanë dhe I mashtron. Pra vlen vetëm për kalon libër, I ka mësu njerëzit, e pasaj vazhdon, shembull e ki mësu dikon Kur'an me lexu, ai sarë që të lexon, shkon vjen edhe te ti shpërblimi, edhe mos I që vdes. Po ai tash gjasat reale jon, që edhe ai dikon me mësu pastaj. Pra te ky shkojnë. Ai tretit, katërtin e kështu me radhë. Edhe kështu logjikisht tash, edhe ky ti që e ki mësu, dhe ty dikush të ka mësu. Edhe atina I shkojnë. Edhe ku përfundon piramida, te pejgamberi alayhis salam. Sot u themini të shkret ata që thojmë po lexon Kur'an po e bëj hidije pejgamberit alayhis salam. Po kështu ashtu shkon te ai. Ti vetëm veten pe largon, pe privon veten. S'ka logjik. Ti lexo Kur'an për Allah për veten me fituone. Ti ndashtoj më ka me shku te pejgamberi alayhis salam. Se ai na ka mësuar me bëj ibadete. Çdo ibadet, çdo musliman, ku do qoftë, cilën do kohë qoftë,
pa përkufizim kohën e hapësirë. Sa fiton ai, fund shkon te pejgamberi alayhis salam, sepse ai na ka mësu. Kuptohet gjeneratën e vet, pastaj ka vazhdu. Edhe e treta, pra kjo për dije, ilmun nafi muntafi bih, dije dobishme përfitojnë njerëzit për asaj dije, edhe pse ka vdek, i shkruan sevapet, edhe e treta, waladun salihun yad'u leh, e vlat e Khalid bën dua për prindin. Pra, kuptohet, thojnë alimat, ai prind i cili ka punu me qoft djalë, qoft cik, me udhëzun rrugt të Allahut, edhe çfarë do vepre të mirë që bën ai, shkojnë pa ju paksu atina edhe prindve. Tu bazu edhe në ajetin, sura Nejm, ajet 39, wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Njeriut nuk i takon vetëm se ajo për çka ka dhënë mundin, është angazhu. Jo të tërkush për ty. Po ti, që angazhu, ke punu, edhe kjo vlen për ty, përfiton. Mirë është edhe 2-3 ajete sa të kësyri. Po, ella të ziru, surë Nejm po këthim 2-3 ajete, ma mraba, em lem ju nebbe, bima fi suhufi Musa u Ibrahim ledhi wafa. Nuk ju ka informu për ato se çka kanë fletushkat Musa dhe Ibrahimit, që të kanë kalu. Çka ka shkru, unë çka po thëm. Pra Muhamedi a.s. Ashtu edhe Ibrahim edhe Musa kanë thonë. Ella teziru waziratun wizra ukhra, kanë thonë, është në shpallë e tyre. Askush nuk ngarkohet me mëkat tjetër kujna. Ella teziru waziratun wizra ukhra, wa laysa lil insani illa ma sa'a. Pra ashtu që thot Ibn ma vonë do të vjen. Është në dersin tjetër inshallah. Ibn Kathir vetë shkurt. Një dhe me këtë tematik, thot Ibn Kathiri, sa shkrejt sel, nuk ngarkohet, nuk dënohet askush me mëkat tjetër kujna. E qysh tash më shpërbly me veprën tjetër kujna? Nëse s'bën kjo, gjithsesi nuk bën, pas kjo nuk bën. Qysh nuk vlen me u dënu për shkak dikujt tjetër, ashtu mos pritet më shpërbly për shkak dikujt tjetër. Me përjashtim të fëmijëve. Pse? Sepse tash këto e kem hadithin ku thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. Ma pastërta, ma e mira, çka han njeriu është prej punës së tij. Hadithi tjetër, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, inna nabi Allah Davud kana ya'kulu min amali yadihi. Davudi, pejgamberi Allahut, është ushqy, ka hongër prej punës së durve të veta. Pse ka cek Davudin? Çdo pejgamber kështu ka qenë. Mirë po, kështu po e cek. Sepse mret, ku ke pati mreti me punu? Përveç Davudi a.s. Çfarë njerëz kanë qenë pejgamber të Allahut. Mret, pasuni, mreti. Kur nuk punon mreti. Davudi ka punu. Mjesht rukun, farkatar, edhe parzmorët që ka bu kryesore, ushqimin e ka siguru në aspektin material prej punës vetë, jo si mret. Allahu Ekber. Pejgamber hala ma nalt, mirë po, për dynjallëk mreti, kulminacioni i pushtetit mreti. Po të me gjithat ka ungur prej bukës durve të veta. Edhe thot, wa inne waladahu min kasbihi. Prej veprës prej punës së tij është djali i tij. E vladi i tij. Kur shkak shkon te prindi. Se po thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, është prej njeriut
i takon ajo për çka është angazhu, për çka ka derdh njerëz, për çka ka punu. Në ajete, hadithi, djali i tij është prej punës së tij. Ose çka e ka pyet sahabja, ja Resulullah për bab, po lyp, a me i dhon? Ka thonë, po qysh jo? Ente u maluk li ebik, ti edhe pasuria jote jeni babës ton. Ti edhe pasuria jote, krejt malli. Baba krejt tetëron në botës. Djali krejt tetëron në botës. Pasuria tina është. Pse? Sepse ti e pasuria ti. Edhe në hadithin tjetër, gjithashtu Ebu Davudi, këtu e transmeton, edhe këtë Ebu Davudi, atyabu kesbi waledu. Mall të mirë ka, çka është prej krejt pasurit çka ka, dikush mund me pas pallate, a fabrika, çka po di, diçka are, argjente, diamante, ka shumë pasuri. Cila pasuri është më e mira? Hadith sahih. Evladi. Krejt ja kalon. Allahu Ekber, çfarë hadithi, Allahu Ekber. Pasuria më e mirë e njeriut është evladi i tij. E për këtë shkak, edhe e ka shpërblimin prindi, edhe pse ka vdek prej punës së djalit qoftë cikës. Është fjala për ibadete. Për këto, thot Albani, po i cekum disa argumente. Hadithi par nga Aisha radiallahu anhu ardaha, po thot, ka ardhë gja e regjulun, ka ardhë një njeri te pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe po i thot, ja Resulallah, o ti pejgamberi Allahut, inna umi ftulitet, i ftulitet nefsuha, ka vdek po befas, pa prit. وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ Nona kështu pa prit mas vdeq. Zashtu kone smutu, Allahu alem. E tash, mu po më mërmendja, ashtu e kom një farbinde, thu se pesho, ti shku në gjallë kështë du në sadak. E tash, nëse unë e jepi sadak, a shkon është problemi asaj? Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, naam, po. Transmetimi tjetër edhe ky Buhari e Muslim, naam, tasaddaq anha, po, jep sadaka për te. Pra këtë hadith e transmetojnë Buhariu dhe Muslimin nga Aisha radiallahu anha. Ebu Davudi, Nesaiu, Malikun, Muatta, Ibn Majah, Bejhakiu, Ahmedi, gjithë e transmetojnë. Hadithi i dytë është nga Abdullah ibn Abasi, radiallahu anhuma, transmetojnë Buhariu edhe Ebu Davudi. Po thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, po thot Abdullahu, ene Sa'd ibn Ubade, një prej ensarve të mëdhej, tash mu ka pështjel si udhëhec, a ke Eus edhe ose Khazrejve, Sa'd ibn Ubade edhe Sa'd ibn Muadh. Ta të dytë janë konë dy Sa'da. Po thot, tuwfiet ummuhu wa huwa ghaibun anha. I ka vdek nona, aja s'ka qenë në Medinë. Edhe ka thonë, ja Resulallah, ine ummi tuwfiet wa ana ghaibun anha. O ti pejgamberi Allahut, nona më ka vdek, une s'u më konë prezent, une më konë largë. E jenfa'uha shay'un in tasaddaqtu bihi anha, a i bon dobi nëse unë japi sadak për te. Ka thonë po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ka thonë Sadi, fa inni ushhiduke enne haiti el mikhrafe sadakatun alejha.
je dëshmitar o pejgamber, se filon kopshtin prej më të mirave e Mikraf, prej më të mirave në Medine. Po japi sadak, po bëj vak për nun. Se di dikush nuk e vren, ku shkon, ka hotele në Medine, ka vende, alo shkruan vakfi Uthman të rëdlan. Që 1400 vjet ka vdek, se bapët i shkojnë atina. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Që kjo ke, ajo para që thash, sadakatun gjari. Po këtu jem tash të fol për evlad, për qovë djali, qovë qika, që ka bon vepra për prindin. Hadithi tret, transmeton nga Ebu Hurejra radhiyallahu an, e transmeton Muslimi në Sahihun e tij, ku thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, në vërtet Ebu Hurejra thot, ene rajulan qali nabi sallallahu alaihi wasallam, një burr i tha të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, inna abi mate wa taraka malen wa lam yusi. Baba më ka vdek edhe nuk ka lon mall pasuri, edhe nuk ka lon amanet testament kur gjus ka lon. فهل يكفر عنه أن يتصدق عنه؟ يكفر جستاش أبشمة تشتت فيا كفر يفشين كفر كبو كفر بس نتشتت يفشين مكاتت أتي نسأونا يا بصداق فرباب كثون نعم قال نعم بو كثون بو Pra Muslimi transmeton këtë hadith. E katërta, hadithi katërt, thot El-As ibn Wail, kalon, kë ka vdek mushrik. Kalon amanet, thot 100 rob me i liru. فأعتقه ابنه هشام 50 رقبة. Djali ti, njoni prej djemve, Hishami 50. Amri, djali tjetër, ka desh 50 tjetër. Mirë po, ka thonë po e pysin e pejgamberin alayhi salam. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كارد هذا كاثون يا رسول الله إن أبي أوصى بإتق 100 رقبة وإن هشاما أعتق عنه 50 وبقيت عليه 50 رقبة أفأعتق عنه. O të pejgamber Allah, baba ka lun amanet me liru 100 rob. Vllau Hishami ka liru 50. Këtë 50 e dytë, a të liroj une, pra duhet me blem edhe me liru. Ka thoni pejgamberi sallallahu innehu law kana, që ta porti që thash për besimtar o besimtar. A ka është probleme. Innehu law kana musliman fa ataqtum anhu au tasaddaqtum anhu au hajjajtum anhu balagahu dhalik. Me të vërtet po të kishte qenë ai musliman, e ju me dhonë sadaka për te, ose me bo haqin për te, ose të këshë liru robt, i këshë shku atina, i këshë shku. Ska nuk kupton e kundër pra, pasi sështë ka vdek mushrik, nuk i shkojnë, nuk përfitojnë. Pse? Sepse është, thotë Allah në Kur'an, Surë Al-Furqan, jo me jereun e melaikete, po, në ajetin isteni, më kallë ledhine la jergjune liqaena, thonë ata cilt nuk besojnë se kanë me u taku me neve, pra nuk besojnë për rinjallje, s'kemi u rinjall. Kjo jetë vdes edhe shkon, s'ka kur gjë matutje. Leula unzile alejna el melaiketu e unera rabbena, ne ka distekberu fi enfusim u atau utuën kebira. Po të ishin ardhë me lachet, hajde që nësë po besojmë, të ishin ardhë me lachet me na dënu, ose të këshmi pa Zotin, na këshmi besu, me pa me sy tona me pa Zotin. Kiber, mendemalsi, o ato utuën kebira, e kanë kalu krejt kufit, arogancë, mendemalsi, jashta kufive, me këtë fjalë.
Edhe kështu si, tu kesh, hajde, që s'po besojmë, hajde në. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين يقولون حجرا محجورا. Atë ditë, kur të vinë me laçet, qoftë, kur të vinë me marrë shpirtin, ishe, kom pas disa raste, në një rast, në 2 raste më doket, thanë e këshyr ke tavanin, edhe vdiq. S'ka ka pas tavan, pse ka këshyr tavan? Ose një farë qoshe, ose. Ka po ato 2 me laçe, se kanë ardhë me qefin. Ose me qefin gjenetit, Allah në botë prej tyre, me aromë gjenetit, ose Allah në rujt me qefin të gjehnemit. Por ata nuk ja marrin shpirtin, e presin me laçen e vdekjes. Ja me shpirtin ja u dorëzon këtyne 2-jave. Pra po thot Allahu. Yawma yarawna al-malaike la bushra yawmidhin lil-mujrimin. A ditë kur të shohin me laçet, nuk kanë me qenë të lumtur, nuk ka lumturi atë ditë për ata jo besimtar. Pra ose këtu, ose në berzakh, e hajnë supsat në varr, ose kur rinë gjallën, çfarë do takime me laçe, është katastrofike për ta. Pse? Wa qadimna ila ma amilu min amelin feja'alnahu heba'an manthura. I qesim për para veprat e tyre, ditën e gjykimit tash, të mira çka kanë bo. Ju kanë ndihmu njerëzimet, do i ke rrymën, ose i ka kqyr jetimat. Jo jetimat, çdo varfër çka kanë në botë, 3 pulat pjekta çdo ditë, për mëngjes, drekë dhe darkë. Çka bo ditën e gjykimit? I qesim këto veprat mira të atyre, feja'alnahu heba'an manthura, ata bon hije pluhur, hupën, nuk ka dobi atë, nuk përfiton. Pse? Na me të kujna përkone ke i bote ato. Nuk ka logjik, nuk është punëtor në firmën e caktuar, do një fabrik, shkon fund mujit, thot ama rogën. Po ti hiç nuk je punëtor këtu. Me çfarë fytyre po vjen me lyp për ti rogën? Nuk ka logjik. Ose halama mirë, shumë më mirë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që tregon atë hadithin urdhrat 5 urdha, 5 fjalë të Yahjas. Amar Allah azza wa jall Yahya bin Zakaria bi 5 kalimat an ya'mal bihin wa ya'mur bani Israil ya'malu bihin. Ka urdhëruar Allahu Yahyan djalin e Zakarias me 5 fjalë, me 5 obligime. Me 5 fjalë, me punu me ato, me urdhëru bani Israilit me punu me ato. Çka është e para? Mos me bësh shirk Allahut. Çfarë shembull e merr? Thot, është njeriu e ka biznesin e vet, e merr një punëtor, që këto është ky dyqani jam, është ky malli jam, tu ki me punu. Edhe mirën vesh për pak. Edhe thash fund ditës, ai shkon pazar jap tjetër kujna. Ai normal ti. Rrogën prej meje po merr. Malli jam, dyqani jam. Tash krejt tjetër kujna e jap ti pazarin. A ka logjik. Kështu është edhe Allah të ka kriju, Allah të furnizon, Allah të mbi këshyr. Je prona Allahut. Tash me boj ibadet tjetër kujna? Nuk ka logjik. Pra i hupën veprat atyre, edhe këtu tash edhe ky hadith, pra këto po na tregon se jo besimtari mos pret se ka me pas ndonjë shpërblim në ditën e gjykimit për ato vepra të mira, përkundrazi ka me qenë runa Zot për gjithmonë në zjarr të xhehenemit. Pse? Cilo është krimi më i madh? Është kriminal. Krimi më i madh është mos me njoft, mos me pranu për Zot krijuesin ton. Ose me shoqëru Zot në tjerë. Thot Allahu, është sure Yunus. Mdoket, nuk e di ala Araf. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidhulmin wa lahumul amn hum muttaqun. Ata cilët kanë besu edhe nuk e mveshin besimin e tyre me zulm, me padrejtësi. Kanë siguri edhe janë të devotshëm. Ka thonë ja Allah,
kush o prej neve që nuk bën zullum a marum, ndoni pa drejtësi, ndoni diçka, ndoni gabim bën. Nëse kedhalik, ela tesmeune qawle Lukman libni u yaidhuhu, as pe dini fjalët e Lukmanit, djalit vet, duke këshillu. Validon tash te ajeti, po kalon te ajeti jap tefsir ajetin. Hadithi te dy ajet pejgamberi sa po na tregon. Ja bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim. O djalë mos i bësh shirk Allahut, sepse shirku është zullumi më i madh. Për këtë zullum po thot këtë ajet. Për shirk. Krimi më i madh, krimi i madh është shumë i rënd me myt njerëz, pa kurfar dyshimi. Po, me i bësh shirk Allahut është halash krim më i madh. E ky tash më u shpërbly prej atina cilit po i bën shirk. Ja mos prit. Jo nuk ndodh. والله تعالى عالم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.